Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Arrestohet drejtori i gjenës komunale në komunën e Shkupit. Zyrtarë të policisë pranë sektorit për punë të brendshme në Shkup kanë marrë dokumentacion i shtesë dhe kanë arrestuar 2 persona të dyshuar për keq menaxhim të mbeturinave në qytetin e Shkupit. Rustemi më parë ka mbajtur postin e nëndrejtorit të ndërmarrjes publike Saraj nga 2017 deri në vitin 2021, si dhe nga viti 2023 deri në vitin 2024, ka qenë zëvendës drejtori i ndërmarrjes publike Parku dhe Gjelbërimi në Shkup në bashkëpunim me kryebashkiaken Daniela Arsovska. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut sqaron dasitë e krijuara me kandidatin e vlen për kryetar të komunës Tetovës, Bilal Kasamin. Histria Mickovski tha se pas takimit pret që Kasami të jap deklarata si një kryetar i një Tetove multietnike. Da, ja se sretna što bio Kasami, razgovaravme i mislim дека он веќе почна да ги испраќа оние вистински изјави кои што треба да прилегаат на еден градоначелник на мултиетничко Тетово. Po jam takuar me Bilal Kasami, kemi biseduar dhe mendoj se ai tashmë ka filluar t'i dërgoj ato deklarata të vërteta që duhet t'i plotsoj një kryetar i një Tetove multietnike, tha mes të tjerash Mickovski. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut ka hedhur poshtë të gjitha shkrimet nëpër portale për gjoja koalicion me Ramiz Merkon nga BDI. Sipas tij, këto publikime po bëhen pasi qendra të caktuara janë të zhgënjyera që Merko nuk i ka dhënë mbështetjen PD-s në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Strug. Lideri i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari është i mendimit se infiltrimi i botës serbe në Maqedoninë e Veriut është i pakontestueshëm. Në një intervistë televizive ai deklaroi se ky fenomen është i dokumentuar dhe në raporte zyrtare të Bashkimit Evropian. Ndodh që një person nga Republika Srpska, që është në listën e zezë amerikane, të vinë në qendër të Shkupit dhe aty të pritet nga kryeministri dhe eksponentë të tjerë të qeverisë. Raste të tilla janë të shumta dhe përmes tyre shihet qartë ndikimi serb në Maqedoninë e Veriut, deklaroi Taravari. Sipas tij, Serbia ka ndikim dhe në Kosovë, posaçërisht tek partitë që përfaqësojnë komunitetin serb, i cili nuk përbën më shumë se 4 deri në 5% të popullatës atje. Sa i përket pyetjes se kush qëndron pas Serbisë, është e qartë se pas Aleksandar Miloševićit qëndron Rusia, deklaroi Arben Taravari. Vjon fushata për raundin e dytë për zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Koalicioni vlen përmes një komunikate theksoi se fitoria në Çajir, Saraj, Haraçin, Zhelin, të Arc dhe epërsia në Tetov, Bogovin, Dibër, Struk, Bërvenic e Dolnen zhveshën përfundimisht patriotizmin e rem të treshes Ahmeti Taravari Sela. Pas çdo disfate vjen shpërthimi i nervozës dhe këtë e pam tek Ali Ahmeti, i rrëzuar nga froni, ai doli të fyej shqiptarët. Ky është Ali Ahmeti i vërtet pa filtrin e propagandës dhe teleprompterin e grupit, apelojnë nga koalicioni vlen. Vendosen tabela në Shqip në pikën kufitare të Blllatës. Pas tabelave dygjueshë në Bellanovs, Qafthan dhe Blac, edhe pika kufitare e Bllatës ka marrë pamjen e saj të plot me tabelën në gjuhën shqipe. Pas shumë vitesh neglizhencë, po e kthejmë në vend atë që është detyrim ligjor dhe moral, praninë e Shqipes në hapësirat publike, apelon zëvendës drejtori i doganave të Maqedonisë së Veriut, Mustafa Dauti. Rajoni. Arrestohet prokurori i departamentit përgjithshëm në prokurorinë themelore në Prizren. Bej Shala është arrestuar në një aksion të udhëhequr nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës. Ai dyshohet për kryerjen e veprës penale marrje rishfeti. I dyshuar ishte arrestuar në vendin e punës. Kosova shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon zgjedhje të reja pasi dështoi të sigurojë shumicën e votave për formimin e qeverisë së re. Falenderoi të gjithë deputetët që mbështetën propozimin për kabinetin e ri qeveritar dhe qytetarët për përkrajen, me që 56 vota ishin pro, 52 kundër dhe 4 abstenime, nuk mund të fillojë ende mandati ynë i ri, ndërkohë vazhdojmë si qeveri në detyrë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare, shkruan Albin Kurti. Kabineti qeveritar i propozuar nga Albin Kurti në kuvend nuk mori dot 61 votat e nevojshme për tu miratuar. 56 deputet votuan pro, ndërsa 52 kundër dhe 4 ishin abstenim. Përveç deputetëve të lëvizjes vetvendosje, Kurti i mori edhe 8 votat të tjera nga komunitete të tjera jo serbe në parlament. Deputetët që abstenuan ishin Fatmir Limaj, Arbreshe Krasniqi, Xhevaire Izmaku dhe Veton Berisha. Konstatoi se me 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime, kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës Kosovës. Ju njoftoi se përgjegjësia kalon te presidentja Osmani, e cila pas konsultimeve ka mundësi të emërojë kandidatin tjetër për kryeministër, tha kryetari i kuvendit i Kosovës Dimal Basha.
Pas dështimit të zgjedhjes së qeverisë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani do t'i ftojë partitë politike për konsultime brenda afatit kushtetues dhe në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese. Reagimi vjen nga këshilltari për media në zyrën e presidentes Osmani Bekim Kupina. Vjosa Osmani brenda 10 ditësh duhet të ftojë partitë për konsultime për të zgjedhur mandatarin e ri që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. Nëse edhe përpjekja e radhës dështon, atëherë Osmani do të shpallë zgjedhjet e reja që duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës kërkoi nga presidenti Osmani të thrasë partitë për të shkuar në zgjedhjet parakoshme. Memli Krasniqi tha se nuk e ka shumicën për të formuar qeverinë e re, dhe se duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme parlamentare. Andaj, sa më parë që të shkojmë në hap tutje, në krijimin e institucioneve të reja për t'i dhënë vendit kuvend funksional dhe qeveri legjitime, pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosjen, është mirë për vendin tonë. Nuk munguan dhe akuzat ndaj Kurtit duke i quajtur arrogant dhe duke theksuar se në këtë situatë ndodhen për shkak se ai ka refuzuar të bashkëpunojë. E kam thënë dhe po e përsëris prap, Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministri i Kosovës. Hykmet Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se votimi në seancën e kuvendit ka dëshmuar se lëvizja vetëvendosi nuk i ka pasur votat e nevojshme për të formuar një qeveri të re, edhe pse këtë gjë e kishte thënë vazhdimisht. U vërtetu ajo që e kemi ditur që nga fillimi, që lëvizja vetëvendosja dhe pse fituese e zgjedhjeve të nënshkurtit nuk i pat numrat për të formuar qeverinë përkundër faktit që ata me 10 herë këtu pikërisht në këtë vend kanë potencuar se le të formohet kuvendi se mandej kanë numrat e qeverisë. Ajo që ndodhi është se ne po shkojmë drejt procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, deklaroi Hykmet Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Po është tepër e rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës ta kuptojnë që partia fituese, e cila në zgjedhjet e fundit mori 42% të votave, po e kthen besimin tek qytetarët për shkak të mungesës së paktësisë së tyre për të formuar një koalicion qeverisës. Vetëvendosja akuzon opozitën për bllokimin e krijimit të qeverisë së re dhe për shkuarin në zgjedhje të parakoshme. Ministri i Detyrë Financave Kuran Murati tha se opozita mbi interesin shtetëror vendosi inatet personale. Partitë opozitare vendosin të barrikadohen dhe më të vlefshme e konsiderojnë që të votojnë kundër fituesit të zgjedhjeve dhe të pamundsojnë që fituesi i zgjedhjeve të qeverisë me vendit, se sa të vendosin interesin shtetëror përpara. Pra, interesi shtetëror në këtë rast mori pozitën e dytë, ndërkaq primare për opozitën ishin inatet politike. Sipas përfaqësuesit të vetëvendosjes, shkak për dështimin e negociatave ka qenë vendimi i forcës më të madhe në pushtet për të mos ndërtuar një koalicion me listën serbe. Bashkëpunimi që kemi ofruar ne është refuzuar. Ndoshta në të kaluarën ka qenë më e lehtë që gjendet bashkëpunim përmes terminaleve doganore, përmes pozitave në ambasadat të caktuara dhe përmes edhe rishpeteve apo korrupsioneve të tilla të ngjashme. Mirë po, ne çfarë kemi ofruar fillimisht, kemi ofruar që fillimisht të ndahet formimi i kuvendit që është obligimi të gjithë deputetëve prej formimit të qeverisë që është proces që duhet bëhet nga një koalicion qeverisës. Kjo është e para. E dyta është kemi ofruar qeverisje pa listën serbe në të. Pra një qeveri që nuk e pret listën serbe me orë të tëra derisa t'vjen prej Beogradit me instruksionet që ka marrë nga atje se si ta sabotoj Republikën e Kosovës. Kemi ofruar marrëveshje që nuk parasheh që në 3-4 muajt e parë të formohet asociacioni komunave me shumicë të popullatës serbe. Ishte e Kuran Murati. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadriaj pas dështimit krijimit të qeverisë Kurti 3 nënvizoi se fjalimi i kryeministrit në detyrë tregoi se Albin Kurti ka pranuar si marrëveshjen e asociacionit, ashtu edhe aneksin e marrëveshjes. Kadriaj bëri një bilans të qeverisë teksa e kujtoi vetëvendosjes se ky mandat i ka kushtuar vendit sanksione dhe aleatët e saj ndërkombëtar. Sepse ka kundërshtuar më në fund e pranoi që e ka pranuar marrëveshjen e asociacionit bile edhe aneksin e marrëveshjes. Çdo është kjo të bëhet publike në mënyrë që ata militantët e lëvizjes vetëvendosje ta kuptojnë qartë se më në fund e pranoi. Ne kemi thonë që e ka pranuar sepse kemi informacione, po asnjëherë nuk e ka pranuar si ditën e sotme. Tash është një etapë e re, s'ka më qeveri Kurti 3, vendi ose do të ketë një qeveri nga ish partitë opozitare ose do të shkojnë në zgjedhje, po me rëndësi që kjo sog dhe ky izolim e vendit më nuk do të vazhdojë. Ishte Time Kadriaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku vlerëson se me rrëzimin e qeverisë Kurti ra dhe perdje e populizmit. Ra perdja, e patë edhe vetë si ra perdja. Albin Kurti nuk ka arritur që të marrë votat e mjaftueshme për të formuar qeverinë e re. Në votimin e seancës së ditës së diel, qeveria Kurti 3 mori 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime. Kryetari i Kuvendit Dimal Basha tha se përgjegjësia kalon tek presidentja, e cila pas konsultimeve me subjektet politike dhe brenda një afati prej 10 ditësh ka mundësi të emëroj kandidatin tjetër për kryeministër sipas të njëjtës procedurë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Reforma zgjedhore dhe reforma territoriale bashkon në Shqipëri votat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Në seancën e Kuvendit, deputetët vendosën me shumicë votash ngritjen e 2 komisioneve. Ato do të kenë numër të barabartë antarësh dhe do të bashkëdrejtohen nga 2 kryetar. Deputetët votuar me 113 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim për zgjedhore, ndërsa për territorialen votuan 115 pro, 3 kundër dhe 0 abstenim. Kundër ishin Agron Shiaj, Rail Kabri si dhe Redi Muçi. Partia Socialiste në Shqipëri është e hapur dhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Zëvendës kryetari i Komisionit Posaçëm për çështje ligjore dhe administratën publike, Damian Gjiknuri, pas ngritjes së Komisionit Posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore, pranoi se çdo gjë është në tavolinë. Çdo gjë është në tavolinë. Ne edhe herën e fundit e ndryshuam sistemin zgjedhor bazuar në kryesisht në kërkesat e Partisë Demokratike, sepse dhe ndryshimi i formulimit apo i përbërjes së listës zgjedhore me një pjesë të mbyllur dhe një pjesë të hapur është pjesë e sistemit zgjedhor. Sipas Gjiknurit, rishikimi i sistemit zgjedhor do të duhet të përkojë edhe me rishikimin e hartës territoriale të vendit. Ne jemi të hapur për të gjykuar çfarë do të jetë varianti më i mirë dhe kjo mbase lidhet në çik dhe me reformën territoriale, nëse do të ketë Shqipëria një ndarje tjetër politike administrative. Kjo gjë mbetet për të parë dhe natyrshëm sistemi zgjedhor do të reflektojë atë ndarje. Gjiknuri komenton se nëse ka konsensus, reforma zgjedhore mund të arrihet dhe më shpejt se afati 9 mujor i punës komisionit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sqaroi votën pro të demokratëve për reformën zgjedhore dhe për reformën administrativo-territoriale. Nga salla e Kuvendit, ai vlerësoi raportin OSBE-u Dirit për zgjedhjet. OSBE-u Dir ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe në raportin e fundit damkosin në mënyrë përfundimtare si një farsë shëmtuar zgjedhore zgjedhjet e 11 majit. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Krahasaj Berisha nënvizon se reforma territoriale ishte një antireformë në të cilën u vendosën standardet e pavarësisë maksimale. Mjafton të rikujtoj këtu se qarku i Gjirokastës me 120.000 banor ka 7 njësi, qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 njësi. Sigurisht që ne do bëjmë gjithçka që këto padrejtësi maksimale të largohen, të anullohen. Dhe kjo mendimin e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës. Sipas Berishës, është vendimi i qytetarëve që ai tu rikthej votën shqiptarëve. Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, Olsian Çela, nga Kuvendi apeloi nevojën për rishikim të punës së prokurorive pas reformës në drejtësi. Ai tha se një shqetësim të tillë ka ngritur prej vitesh dhe se një ndër çështjet që duhet adresuar urgjent është situata në godina sidomos në Tiranë. Sa i përket sigurisë së magjistrave, Çela tha se është e nevojshme që të ketë një rikonceptim total të masave. Në lidhje me draftin e ri penal, sipas kryeprokurorit, mungon humanizmi dhe se ashpërsimi i dënimeve nuk mund të zgjidhë çdo problematikë të shoqërisë. Kodi që ne kemi është mjaftueshëm i ashpër dhe madje edhe disa nga propozimet që ka pasur pasere kur ne na është dashur të japim edhe opinionin tonë në lidhje me dispozitat, jemi shprehur për mungesën e nevojës domosdoshmërisë për ashpërsinë e mëtejshëm të dënimeve, të cilat janë mjaftueshëm dënimet e ashpra në nivel evropian. Pra nuk shikoj nevojën pse është e nevojshme vazhdimisht ne të kemi qasje vetëm sa i përket ashpërsimit të dënimeve, të sanksioneve. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.